tjetër të madhe që më vjen. Është Simoni, Ha? Simoni në që e kuptoj. Së nërshën Gjovalini? Së është nërshën? Do ka 2 herë. I do ka 2 herë. Harron, se ka mene. Mirë, se kalon. Ku janë ato?
A fillojmë atëherë? Me qenë se 11 këshilltarë janë prezent, mbledhja e këshillit. Hapim mbledhjen e këshillit për sot. Këtë vijën. Këtu na gjen. Atëherë, përveç pikave të rendit ditës që janë dërguar, janë shtesë edhe një projekt vendim i kryetarit bashkisë për miratimin e fondit rezervë Bashkia Mirdit, bonus qiraje, dhe një projekt vendim për miratim fondit rezervë Bashkia Mirdit, ndihmë financiare, e miratuar edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të kaluar, po me qenë se nuk kishim kaluar ndryshimin në buxhet, detyrohemi që nuk u zbardh vendimi dhe detyrohemi që ta kalojmë në këtë vendim. Përveç kësaj, pika 3 dhe pika 4 e rendit ditës shtyhen për mbledhjen e ardhshme, për arsye sepse do të kalojnë edhe personat që të dëmtuar nga tërmbeti të muajit dhjetor, nuk i ka sjell Instituti i Ndërtimit akoma ato, mos bëjmë 2 mbledhje, këto 2 pika do të shtyhen për mbledhjen e ardhshme. Ne kemi sërim tjetër. Pika 3. Aplikime që janë bërë në muajin korrik. Një fjalë ato, Instituti i Ndërtimit akoma nuk i ka përfunduar ose nuk i ka sjell. Edhe ato të muajit dhjetor i solli dje, njëkohësisht janë dhe ca ankesa që do të merren në shqyrtim. Po, aplikimet e punit. Kur u bë? Edhe të bëhen në një mbledhje, mos bëhen 2 mbledhje, 3 mbledhje me fjalë bashkëshuar, prandaj kemi ashtu që të lëmë në mbledhjen e muajit shtator. Atëherë me këto ndryshime, kush është dakord me rendin e ditës, me karton? Kundra ka? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Atëherë vazhdojmë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendimi i kryetarit bashkisë për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushzuar për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 1-30 qershor 2021, Bashkia Mirdit. Lista e personave u është dërguar me email. Ka kush në pyetje? Atëherë, kush është dakord me pikën e parë të ditës? Në karton ju lutem. Sandri. Kundra ka? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Pika 2 e rendit ditës. Po pra, është projekt vendimi i kryetarit bashkisë për dhënien në përdorim për kontratë qerarje për kullota, vendosje pajisjesh, objektesh provizore, ndihmën në ekonominë pyjore Fan Gjuq, sipërfaqen 128.11 hektar, pjesë e fondit pyjor kullosor të Bashkisë Mirdit, me afat 10 vjeçar për personin fizik zotin Gjergj Ndoj. Fjalën e ka kryetari i komisionit. Shqyrtoj projekt vendimin 77, datë 15/7/21, shqyrtoj relacionin dhe dokumentet shoqërues në lidhje me propozimin për dhënien në përdorim me kontratë qiraje për kullotje, vendosje pajisjeshe dhe objektesh provizore në ekonominë pyjore, Fan Gjuq në sipërfaqe 128.11 hektar, pjesë e fondit pyjor kullosor të Bashkisë Mirdit me afat 10 vjeçar për personin fizik zotin Gjergj Ndoj, paraqitur në kryetari i bashkisë. Ne i pami shqyrtu mirë të gjitha dhe projektet dhe preventivet e saj dhe besoj se është gjë e mirë, njërisi e mirë kjo, për arsye se kishte edhe një numër të madh
krerësh, prej 750 krerë, dhe është gjë e mirë që t'japim iniciative dhe t'i përkrahim. Kështu që ne i propozojmë Këshillit Bashkiak miratimin e kësaj, ashtu siç ka sipas projekt vendimi që është sjellë kryetari i bashkisë. Faleminderit. Faleminderit. Aleksandër. Ka kush në Ka njeri pyetje, po, Ceku? Jo, nuk është e privatizuar, është me qira, është të thonë, me qira në përdorim. Jo, nuk ndalon në drejtorin. Rishqyrtohet me Po. prapë Në qoftë se ka probleme, ai mund të rishikohet përsëri vendimi për personat që kërkojnë për kullotje. Ka kush në problem tjetër? Atëre, po ju them para se sa fillim votimin, për miratimin e këtij projekt vendimi kërkohen 13 vota, ne jemi 13 këshilltarë këtu. Kështu që nëse një këshilltar nuk voton pro, ky projekt vendim nuk kalon. Jo, ne të morëm si e këshilltar, se nuk do miratohesh edhe s'kish problem. Atëre, ta hedhim në votim. Kush është dakord me projekt vendimin? Urdhënien me qira? Kundra? S'ka. Abstenim s'ka. 13 pro. Miratohet. Projekt vendim për miratim tavaneve përfundimtare të shpenzimeve programit bujqësor afatmesëm 2022-2024. Janë mirator paraprakisht në mbledhjen përpara, nuk ka asnjë ndryshim, tani kërkohet miratimi përfundimtar i tavaneve të përfundimtare të shpenzimeve. Kush është dakord? Kundra? Nuk ka, abstenim? S'ka, miratohet. Atëherë kemi për projekt vendimi numër 80 për përdorim fond rezervë për dhënje ndihmë financiare bonus qiraje si më poshtë, t'jap bonus qiraje zonjës Mrika Leti, banuese njësinë administrative Rrshen, për shumën prej 10.000 lekë në muaj për periudhën shtator-dhjetor 2021, sipas dokumenteve bashkëngjitur. T'jap bonus qiraje zotit Emiliano Lama, banos njësinë administrative Rrshen shumën prej 3.500 lekë në muaj për periudhën shtator-dhjetor 2021. Ky bonus të kaloi në llogarinë e qiradhënësit zotit Gjevalin Prengmuqa me ka numrin e llogarisë me marrëveshje notariale. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim numër 81 për përdorim fond rezervë për dhënje ndihmë financiare për 100.000 lekë si më poshtë. Ja bonus qiraje zonjës Gjela Markzefi. Bonus ndihmë. Jo bonus qiraje. Po, ndihmë financiare zonjës Gjela Markzefi, thashë kemi kaluar në mbledhjen e mëparshme, po meqense se s'kishte projekt vendim, duhet ta kalojmë edhe një herë në mbledhje. Kush është dakord? Kundra? S'ka.
Abstenim? S'ka. Miratohet. Ka kush në problem tjetër? Jashtë 30 ditës? Po. Aleksandr Doda. Kryetari në njësisë administrative të fani. Me që është dhe dy nën kryetarët këtu, kam problem qendra shtetësore të fanit, ka një sipërfaqe për 120 metrë katror, dhe është ndër qendrat më të mira në Republikë, pothuajse si godinë, si infrastrukturë, po nuk ka ujë. Po bën 2 vjet që s'ka ujë. Është gjuna të rrihen në fan dhe në selit pa ujë, ku ujë derdhë gjithanej. Unë ja kam thënë edhe kryetarit njësisë administrative, duhet merret me këtë problem, të bëjë preventiva, të bëjë gjithçka, duhet dërgu ujë që në shtetësor. Nuk besoj se është problemi i pazgjidhshëm, ajo do zgjidhet, si do zgjidhet, nuk e di. Ujësjellësi i fanit ka qenë vazhdimisht, pavarësisht se s'ka qenë i miratuar dhe s'ka qenë në letra, po ai uji është. Po nuk ka qenë me letra, di, unë prapë ashtë të funksionoj, po ashtë tjetër kunë të paktën, ai ujë do të zgjidhet, ai problem do të zgjidhet, se unë e shoh problem shumë madh. Të 3 fshatrave, të 4 fshatrave me fjalë njësinë dhe si fan, ndër këto me fjalë janë edhe shkolla, qendra shtetësore, me fjalë qendra, zona e komunës. Kemi bërë analizat me fjalë kimike, fiziko-mekanike dhe gjitha, dhe kemi dërgu projektin me fjalë pranë Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizime apo kërkesë me fjalë për financim. Besojmë me fjalë që brenda këtij viti financohet dhe fillon. Ne plasim Unë jam i detyruar ta mbyll komplet qendrën shtetësore. Uji komunal duhet zgjidhje emergjente do të bëhet nga bashkia. nuk e di, si mund ta ne flasim për ujin e pishëm. Ujin e pishëm e kena shumë. Jo, projekti ja bën. E di sa janë si Projekti është bën dhe është ajo duhet një zgjidhje provizore, duhet ka aktivitet që në shtetësore të fanit, ka 2 mjek, ka popullsi të madhe, nuk mund që ndrojë fanit. Me këtë temperaturë. Ma e kolin me fjalë shumë dhe ta diskutojmë, po pra, ta diskutojmë edhe me Florën dhe me ata që mund të bëjmë një zgjidhje kështu në mundësimi fjalë që të krijohet në rezervuar në depo vogël. Nëse pas është më shumë. Unë flas për ujin e pishëm. Flasisht tani gjenë gjithë. Po, ja u vjen mikrofonin. Përësit provizore kam bisedu, aja është që nuk është një problem që s'ka ujë fare aty, ka ujë, po nuk ka të vazhdueshëm. Përësit provizore kam bisedu edhe me ata banorët aty. Po, ka ujë, se mi që mëso pas tash 2 vjet ujë aty ishte banane aty sa. Tash më foli me doktorin. Gjithsesi e kam në zgjidhje që do të funksionojë. Po, Ljusha. Cili pallat? Të posta. Po. Nuk është faj dhas problem i ujësjellësit, i drejtorisë
kanalizimeve, po të pallatit është problem madhor. Mund dalim edhe sot ta shikojmë aty, është një problem që duhet pa, sepse do të kalojmë në epidemi aty. Aty të shikohet, ne kemi miratuar për ambientet e përbashkëta një fond, për mua është i ulët, rreth 20 milion lekë është për pallat, të shikohet, të vlerësohet, është shumë problem. Çdo ditë vjen zjarfiksja, çdo ditë ka probleme, ujërat nëntoksore aty janë shumë problematike, se janë prish komplet, janë dëmtuar tubat nëntoksore. Aty janë 4 seksione me. Duhet pa, aty është pallati më problematik për mua në Rrshën. Jo thoni s'ka faj ujësjellsi. Jo, se vjen faj asnjë. Po për faj kë të studojmë dhe kërkesa për kë është? Ankesa është për Kërkesa të shihet, nuk është ankesë. Po. Është të shihet vlerësimi i studimit të rindërtimit. Okej. Shpa, po nuk janë pa ujërat nëntoksore. Ujërat nëntoksore kërkojnë studim. Më hill ne jemi një shqetësim të përbashkët, si unë si ti si gjithë. Okej. Dhe që se kam gabim, është mirë ta kem gabim unë. Nëse zyra urbanistik ta shikoj. Ja edhe një minutë. Drejtoria e ujësjellësit dhe kanalizimeve nuk e zgjidh. Atë problem që ka aty nuk zgjidhet me ujësjellësit. Nuk zgjidhet. Po mirë, po të mos ishte tërmeti, kush do e zgjidh? Po mos ishte tërmeti, bashkia e... Po pranaj të se kush e zgjidh, çfarë problemi ka? Ai duhet marrë një zgjidhje ose nga drejtoria e ujësjellësit, ose nga bashkia, ose nga ministria. Po. Edhe zgjidhja tjetër të punohet, shpejtohet pakse. Bëm një vit e 2 vite. Po. Tjetë ndër pallatët. Okej, dakor. Para që të fillojë investimi.